Vërtet Allahu ka qenë i kënaqur, ka qenë razi, është bërë razi ndaj atyre sahabëve, të cilët të besatohen ty, yubayyi'unaka, ta japin besën ty, tahta ash-shajara, nën pemë. Nën pemë, sepse beslidhja, besatimi, zotimi i sahabëve ndodhi në një pemë në Hudejbije, në hijen e saj, ku ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këta sahabë të cilët ja dhanë besën pejgamberit këto, u konsideruan për Allah këto shprehje kënaqësi. Ndaj atij që Zoti është razi kënaqësi, ai është i privilegjuar. Dhurata më e madhe Zotit për robën është Zoti me kanë kënaqur me të. Sepse ai njeri i cili e fiton kënaqësinë e Zotit, për të më ndodh çka ndodh në dynja, as që mirë vesh për si Allah kuç. Dhe në ahiret më ai e ka lehtë deri në xhenet. S'ka pengesa për të. Nga se Zoti është i kënaqur me të. Allahu cek dhe shumë të mira tjera që dha këtyre burrave. U ndërçej fytyrat këtë dynja, i ngriti shumë lart Allahun këtë dynja. E gjithsesi edhe në ahiret. Këta sahabë konsideruan me pas prej sahabëve më të mëdhej pejgamberit alayhi salatu wasalam. Cilët janë sahabët më të mëdhej? Sahabët kanë qenë rreth 120.000 parafrasisht, pak më shumë, pak më pak. Atë sillet diku. Por ta nuk e njëjtë. Cilët janë sahabët më të ngritur? Janë 4 khulafa rashidin, simbas shumicës absolute të ehl sunetit dhe xhamatit, 4 khulafa rashidin, simbas rënditjes së tyre. Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali. Pastaj vijnë 10 të përgëzuarit për xhenet. 2. Në 3 vijnë ashabu Bedr, 313 apo 314 mbaz rivajeteve, të cilët marrin pjesë në Bedr. Ata janë 9. Pastaj vijnë ata që kanë marrë pjesë në Uhud, 4. Dhe në 5 vijnë këta sahabët që kanë marrë pjesë këto në beslidhjen e Hudejbis apo beslidhjen e Pemë, Bejatur Ridwan. E që 1400 veta, apo pak më shumë, apo pak më pak. Për krejt këta është garantuar xheneti. Ky ajet kuranor mjafton për ta, lavdrim. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La yadkhulu an-nar insha Allah min ashabi shajarati ahadun alladhina bayu tahtaha." Hadith është në Muslim. Asnjë njeri nga ata që ja dhanë besën pejgamberit në natë pemë, nuk kanë për të hyrë në xhenem inshallah. Asnjë, që i bie kanë në xhenet. Ke inshallah, kanë thënë ulemat në koment hadithet këto. Nuk është inshallah me dyshim kur themi ne muslimanë inshallah në xhenet, kemi të sigurt. Dyshojmë, se dina në shtë në xhenet ajo. Shpresojmë, por sigurt nuk e dim. Tu jo, këto është inshallah për të përbereqet. Për ndryshe qat'an në mënyrë të prerë, ta sahab nuk kanë për të hyrë asnjë prej tyre në xhenem me emrin e Allahut azza wa jall. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم
من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Falënderojmë Allahun e madhruar te bareke ve teala. Qysh I përket lartë madhërisë së Tij, gjithherë dhe çdo herë e dëshmojmë, e pranojmë se jemi të mangët për ta lavdruar, e madhruar, e lartësuar Zotin ton, qysh I përket lartë madhërisë së Tij subhanahu wa taala. Salavat dhe selam e dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shokëve të Tij, të gjithëve, pa asnjë përjashtim. Pastaj shokëve të Tij dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimaneve, të cilët e besuan atë pejgamber hak dhe vazhduan rrugën e atij burri të madh derisa te kësaj dite dhe ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar, jemi edhe në suratul Fath, edhe kthehemi sërish aty ku kemi mbetur pas një pauze shkak haxhit. Respektivisht kthehemi tek ajeti 18, 19, 20, 21, 22, 23 deri tek ajeti 24. Edhe nëse 4 të hektur. Pra nga ajeti 17 deri në ajetin 24 të kësaj sureje të bekuar. Ku I madhi Allah Azza wa Jall pasi që ceku më lart të gjendjen e atyre njerëzve të legjë, të cilët hezituan, nguruan me marrë pjesë në udhëtimin e Hudejbis, e që synimi ishte me vizituar Ka'ben e bekuar, nga friga se do të përleshen me Kurejshitet, dhe se do të ketë luftë dhe se rrjedhoj, mund të ketë edhe vrasje, mund të ketë edhe robrime të tjerë. Andaj edhe nuk I përgjigjen urdhrat kërkesës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Allahu të qartoi aratë. Më pas kthehet I madhi Zot dhe tregon për gjendjen, pozitën e lartë të atyre burrave të cilët marrën pjesë në këtë udhëtim historik, I cili u shënua me shkronja të arta në Kur'an dhe lexohet të mbetet se I tillë deri në kiamet. Ata sahabë nuk e ditën se çfarë do të ndodhë, se çfarë po I pret. A do të ketë luftë apo nuk do të ketë luftë? A do të kthehen të gjallë, a nuk do të kthehen të gjallë? A do të arrijnë ta shohin Ka'ben me sy e ta prekin me duart e tyre gurin e zi të bëjnë tavaf, respektivisht ta bëjnë umrën, për çka do nisen, apo nuk do ta shohin me sy Ka'ben, ndoshta nuk do të kthehen fare, do të vriten. Asgjë nuk dinin se çka do të bëhet. Por një gjë e dinin se Allahun duhet dëgjuar, se pejgamberin duhet të dëgjuar dhe se urdhë pejgamberit nuk bën të kthehet mrapa. Madje atë duhet ta bëj besimtari me kënaqësinë dhe vullnetin më të madh që posedon. Dhe se rrjedhoi Allahu I madhruar ja
po i lavdron ata burra të mëdhej. Edhe ne, muslimanët sot, ata që kanë qenë para nesh, ata që vinë pas nesh, deri në kiamet, i lexojnë të ajete dhe i komentojnë të ajete, të cilat i përmendin në mënyrë indirekte pa emën ata sahabë, shoqërues pejgamberit alayhi salatu wassalam. Shoqërues të tij në udhëtimin e Hudejbis. Për të cilën në vazhdim i madh Zot edhe begati e mirësi të tjera të ndryshme, me të cilat i nderoi ata sahabë që u përgjigjen urdhrit pejgamberit alayhi salatu wassalam në këtë udhëtim që quhet udhëtimi i Hudejbis, apo marrëveshja e Hudejbis. Tani shkojmë tek ajetet koranore, të komente ajeteve, të shohim më në detaj se çfarë na thotë i madh Zot te bareke ve teala, nëse para vetes kemi disa ajete dhe kemi shumë material, por do të mundohemi atësa edhe na premton koha pa e tepruar ndoshta që të themi atë që na lehtëson i madh Zot rreth këtyre ajeteve të bekuara, të ndriçuara. Ndaj duke mbështetur të madhit Allah dhe mos a'udhu billahi minash shaitanir rajim, themi thot Allahu azza wa jall laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara. Vërtet Allahu ka qenë i kënaqur, ka qenë razi, është bërë razi ndaj atyre sahabëve, të cilët të besatohen ty, yubayyi'unaka, ta japin besën ty, tahta ash-shajara, nën pemë. Zoti bë razi, razia Zotit, kënaqësia Zotit. Zoti që i kënaqur me ata sahabë, me ata burra, të cilët të besatuan, të zotuan ty, o Muhammed, nën pemë. Tahta shajara, nën pemë. Nën pemë, sepse marrëveshja, jo marrëveshja, beslidhja, besatimi, zotimi i sahabëve ndodhi në një pemë, në Hudejbije, në hijen e saj, ku ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kemi folur që nga fillimi i kësaj sureje për marrëveshjen e Hudejbis, e kemi cekur edhe këtë beslidhje, dhe kemi thënë se kjo sure ka zbritur gjatë kthimit nga kjo udhëtim. Dhe se temë kryesore sajnë është marrëveshja e Hudejbis, ndërto edhe kjo beslidhje me sahabëve, të cilët ja dhanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se që të gjithë janë në gjendje të vdesin, të ballafaqohen me mëkatet, edhe nëse është nevoja deri tek i fundit të vdesin të gjithë. Edhe kemi cekur kalim the historiatën e këtij udhëtimi dhe të kësaj beslidhje dhe të asaj marrëveshjeje. Dhe kemi thënë se na vije me gjerë, dhe ja këtu tani vije me gjerë, apo erdhi këtu me gjerësisht. Për ta rikujtuar, apo për ta përmbledhur tregimin, e rikujtojmë atë që kemi thënë edhe në fillim të surës, se pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij, pasi u shpërngulën nga Mekka në Medinë, zori, nevoja i bëri qitja ata i detyroi ta lëshojnë Mekën për të ruajtur dinën, për të ruajtur edhe jetën e tyre, e jo pasuri, sepse pasuria ju mbeti në Mekë, por për të shpërtuar vetën e tyre dhe për të ruajtur dinën e tyre, nga si rrezikoi dinën, po edhe jeta, nga si edhe ekzekutanin. Pra, është shpërngulën në Medinë dhe deshi Zoti dhe në Medinë puna i shkoi mirë, ani pse herë patin luftra të ndryshme, po me ata mëkate të cilët edhe kishin dëbuar, nga se nuk i lënë në rahat edhe në Medinë, e që ndodhi lufta e Bedrit, e lufta e Uhudit, e lufta e Hendekut edhe, kështu edhe ekspedita të tjera luftarake
përpas edhe fiseve tjera, të cilat edhe ato nuk I lënë në rahat muslimanët. Megjithatë, u formua një shoqëri e mirë dhe një ministet I mirë në Medinë. Dhe vitet kalonin dhe kaluan 6 vite. Në vitin e 6, pejgamberi alayhi salatu wassalam me shokët e tij, pasi që ishin përmalluar shumë, pa parë vendlindjen e tyre Mekën. Veçanti muhaxherët të cilët ishin shpërngulur. Mekja është një avdet udhë, një avdet rrugë pe Medinës. Dhe më bëhet 6 vite, mos mujt më shku me pa Qabën e bekuar, kurse vendlindjen e tyre, shtëpinë e Zotit, kurse aty kanë lindur, aty janë rritur, aty disa prej tyre janë plakur, aty kanë edhe farefisën, kanë familje, kanë lënë pasionie të tjera. Dhe mbi gjitha ishin përballuar për Qabën e bekuar. Kështu që ata vendosën të shkojnë në Mekë për ta vizituar Qabën. Kryme pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për atë pejgamber dhe I paralajmëroi që kemi cekë edhe në fillim të surës, I paralajmëroi krejt sahabët e vetë, po dhe fiset rreth Medinës, ata të cilët e duan, janë të mirë se ardhur, ne do të nisemi për në Mekë. Andaj, kush do le të vije. Shumica absolute fiseve beduine, fiseve arabe, rreth e përqaf Medinës, nguruan, nuk erdhen, sepse kishin frikë se mos po ndodhi luftë, dhe ishin të bindur se Mekasit nuk do t'i lëjnë rahat muslimanët. Dhe ashtu edhe ndodhi, por nuk ndodhi lufta. Andaj nga frika ata tërheqën o justifikuan, e që I kanë përmendur ajetet e lartë përmendura, gjendjen e tyre. Rëndësishme, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me 1400, e thuhet 1500, e thuhet pak më pak, e thuhet edhe ndryshe, me nga sahabët, o nis nga Medinja, në muajin Dhulqa'de për në Mekë. Për t'u bërë me dije, sa e dinte që Mekasit do ta marrin vesh, gjithsesi se pejgamberi musliman të nis për në Mekë, dhe se kjo punë nuk bëhet më shef, s'u me hin Mekë më shef. Për t'u bërë atyre me dije, jetën e pastër, jetën e qiltër të tyre, të mirë që e kishin fisnik, I veshën ihramat në Mekë. Edhe ishte ligj edhe në gjahiliet, ishte rregull që ata e mbanin, e ruanin, I përmbahen atij ligji. Kur është njeriu në ihrama, kur është në ihram nuk preket ai njeri, sepse është në rrugë të shajt, nis drejt Qabës bekuar, andaj njeriu në ihrama mëse prek. Për ta vërtetuar këtë edhe më shumë, I morë rreth 70 vjet kurbana me veti deve, dhe I shënoi që të gjitha, I shënoi. Ishte tradit në gjahiliet, dhe kjo tradit vazhdoi edhe në Islam, që kurbanat të cilët dedikohen, caktohen për të therrur, I merren kurbanat me veti, e për të therrur në Mekë, në Mina, gjatë haxhit, apo edhe nëse dojnë ta bëjnë umrën, I shejanin me diçka. Në mënyrë që nëse përzihen me shtaz, bakti të tjera gjatë rrugës, me ditë se është e shejuar për kurban. Mos me gabu me marr kurbanën e huaj e me qume me therr atje. Kështu që I shej edhe devet, ishte edhe një hrama. Pastaj elementi I tretë nga ana e armatimit marrën armë të nevojshme, të cilat I bartnin zakonisht me veti, e që shpatat e tyre të futura në këllfe, por jo shigjeta, jo shtiza, jo armë tjera, që zakonisht I merrin me veti ushtarët. Se do që tjetë, o nësën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këta sahabë, dhe kur arritën një vend të quajtur Asfan, diku rreth 80 kilometra pa hyrë në Mekë. Erdhi lajmi se Mekasit kanë dalë përpara me I pengu muslimanët mos me lanë me hy. Pejgamberi mërzit alayhi salatu wassalam dhe tha: "Ja wajha Quraysh, të mirët Quraysh, të mirët. Laqad akalathum al-harb. ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس." Të mirë ta Qurayshit, I shkatëroi lufta, I dërmoi lufta, e çka I gjen ata? Çka humbin ata? Sikurse të më lën mua të mirë me njerëz. Lë mu me arab, nëse s'po don lë mu me të tjerë. Nëse humbi unë, shkatërrohen, vrajnë mu, jetë një gjallë.
Ja, po dënon shkatërru mu, më mytë po. Lemnet mirë me njerë, zë më dëni për para, mësë më pëngani. Por nëse unë fitoj, unë jam i juve. Atër fitoria jam, gadhnimi jem është nga gadhnimi juve. O, ju korishet. Po të mitin jo. Andaj, lemni rahat, por nuk e lanë rahat. Se do të që ti jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tha për shokët i dikuj, a ka dhe dikush ndo një rrugë tjetër, që mësë më ballafaqu me koreshetet për balë, pasi që ata janë nisë. Dhe dikush e tha, po, me këthy një rrugë tjetër, dhe thynë rrugën, edhe arretën dhe në vendin e quajtur Hudejbije, që është një periferi të Mekës që kemi cekur në fillim. Dhe kjo është strategji e pejgamberit, është ta thej rrugën. Sa të mundet me thy rrugën, mësë ballafaqu me armiq, është me mirë, dhe kështë vepre dhe këto ai bekuar. Kur shku në Hudejbije, devja pejgamberit të nalë, bëm dhe ra. Arabisht të thënë, bereket il ibil, bereket ullet, dy kam të pare që të mësë pare dhe ullet. Sahabët o friksuan pak të në të këtjet, pse ra. Delja, pejgamberit tha mëse prekni, habeseha, habes el fil, devën të me nale qaj që ka nale elefantat. Kush e nale elefandin e madhë kërësorën dhe elefantat e tjerë, kur nësëm për të shkatruar qabën, vitin të cilin i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i madhruar. Pra Allahu e nali devën këto, andaj zbretni krejt këto, dhe ndalini që të gjithë, dhe përqendroheni këto, stacionani këto, pozicionani. Dhe ndalin të gjithë sahabët aty. Tani, për me shpejtu pak të regimin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu bashkë me Qurayshitet filluan negociatat. Nga se Qurayshitet arritën të kuptojnë Khalid ibn al-Walidi o sëllë të rrëth Mekës, ishe ende jo besimtar. Mas këti viti bëhet muslimanaj, mas e marveshje, bashkë me Amr ibn Asin. Dhe ai me një grup kalërsesh, rrëth Mekës silej, ishte i vendosëre që mos felan pejgamberi e muslimat me hynë në Mekë. Andaj a e dinte, imagjinante se mund pejgamberi të ndjekë dhe një rrugë tjetër. Kështu që kur i parë muslimat kërën stancionuar, filluan pastaj negociatat të deleguarit, njërin pas tjetërit, njërën dërgante, tjetërin vinte, njërën dërgante, duke më ndu pejgamberi që të bindë me kasit se, o ju njerëz, nuk jena arë për luft, lenat, hymë, ta vizitojmë qabën, funja është haki o në i dhiju i barabartë, pse keni ju hak ma shumë se sa ne? Qabja është të gjithë neve, ju e konsideronit juaj janë nga ana e bindjeve t'juaja, respektive keni trashëguar nga ana pe Ibrahimit a.s. e që edhe unë e konsideroj se është e jemja, dhe është e jonja se musliman, por ju me bindjen e juaj, bindjet pagane, na me bindjet tona islame. Ama edhe ata, qabën e konsideronin të shahit, dhe shtëpit të cilë kështë ndërtuar Ibrahimi a.s. Andaj, qatë pikje në bashkë, qabja është të gjithë neve, në lërëni. Por, ata ishe kam gullës, nuk bën me hynë Mekë në asë një rrëthan, në asë një formë. Pa vdek, ne të gjithë nuk bën me hynë Mekë. Nga se është poshtrim dhe nënçmim për neve Qurayshitëve, me ardhë Muhammed me hynë Mekë. Zbën, e që e thejna në Arabë. Se do që t'jetë të deleguar pas të deleguarit, dhe sa në fund, me kaset e dërguan Suhejl ibn Amrin, i cili më vonë o bohe muslimën i mirë, radiallahu anhu, pejgamberi se e pa Suhejlin duke ardhur, tha, qad arada al-qawmu sulha hina ba'athu hadha ar-rajul. Përderi sa e pas kanë dërgu këtë njeri, ata qenë kanë të vendosër me bë marrëveshje. Sepse dhe me kasit, kur e pa në vendosshmërinë e muslimanëve, se nuk kanë me u kthy lehtë pa hynë Mekë, filluan më tutë. Dhe këshin pëse humbjat edhe më herët për balë muslimanëve. Ata në pëse ishin më të fortë, numër më të shumët, por me gjithate, elementin e frikës e kishin ata që mund edhe të pësojnë humbjet, pështrohen edhe ma keqë, nëse veç ballafaqohen në muslimanët. Andaj, në njërën formë apo tjetërën, ju konvenante me bërë marrëveshje, por vetëm një kusht kryesor do të plotësohet. E tjerat sa të mujnë me arrit. A i kusht është, këtë vetë nuk bën me hy me kaset në Mekë.
Dohet më këthim rapa. Këto s'ka kompromis. Tjerat pika mund të bëjnë kompromis. Dhe kështu edhe arrit. Ata e arritën qëllimin e tyne në veçantinë e këtë pikë, po edhe muslimanët e arritën qëllimet e tyre, edhe be marrëveshja quajtur marrëveshja e Hudejbis, e që pikat e saj kemi cek në fillim, pra kryesorja e tyre ishte pasi negociata me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga ana muslimanëve, Suhejli bin Amr nga ana paganëve, u arritën pikat kryesore që muslimanët të kthehen këtë vit pa bë umre. E që në vend këtij viti të vijnë vitin tjetër ta bëjnë umre, por mos të qëndrojnë mi 3 ditë në Mekë. Dhe mas 3 ditë të lëshojnë në Mekë. Dhe mushrikët, përderisa muslimanët janë në Mekë, kurishitët të largohen pak për Mekës, aty kishin shtëpia të rinë kodra lart, të këtyrën, s'duan të përzihen me ta. Mas 3 ditë do të më dalë. Pastaj, kjo marrëveshja të ndalet lufta, të ketë armëpushim mes 2 palëve, edhe kjo armëpushim, kjo marrëveshje të vazhdoj për 10 vite. 10 vjet. Pastaj, fisë tjera arabe, të cilat të duan të bashkangjiten, të bëjnë aleancë gjatë kësaj periudhe me kurejshitët kanë të drejtë. Po dhe fisët të cilat duan që të bëjnë aleancë me muslimanët, edhe ata kanë të drejtë. Pastaj, nëse ndonjë nga muslimanët, ndonjë musliman prej muslimanëve, i bie pishmën që ka hyrë në islam edhe dënë me tërhiq e me u kthye në Mekë, ka të drejtë. Por nëse ndonjë musliman, ndonjë mekas bëhet musliman dhe dënë me ikë më shpërngul, me ardhë në Medinë, në ka të drejtë. Dohet me kthy musliman. Dhe i bënë këtë pika dhe i nënshkruan, e që Aliu radiallahu anhu shkruante e pejgamberi në fund e Qebulusi alayhi salatu wassalam. Tha Aliut që i thënë të shkruaj, që pa thënë të shkruaj. Në një pikë nuk ranë marrëveshje, nuk ranë në ide që bën me cek, por për mos më marrë shumë kohë, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha shkruaje Bismillahirrahmanirrahim. Në fillim të marrëveshjes, Suhejli tha nuk njohëm që është Ar-Rahman. Po ta besojmë në Rahmanin, ishëm bo musliman. Por shkruaje Bismillahirrahmanirrahim, hadha min Muhammedin Rasulillah. Kjo është për Muhammed Rasulullah. Tha nuk i besojmë të Rasulullah, po të besojmë me Rasulullah, ishëm bo musliman. Por shkruaje në emën të Zotit, kjo është marrëveshje Muhammed bin Abdullah. Muhammed bin Abdullahut. E pejgamberi tha Aliut fshije. Shkruaj që për taj. Aliu tha kur nuk e fshij. Qa si Rasulullah ti? Fshije. Tha am kallëzëm më kush, cilë vene ke shkruaj. Sepse pejgamberi shete për nuk e dinte cila fjala. Fshije, s'ka dhe të shkruaj. S'prish punë ajo. S'prish punë. Se dhe që tjetë, ta shpajhën detaje që muslimanët të preken shumë për këtë marrëveshje, shumë i të atyre. Ajo që ka vlen të cikë të gjatë kësaj tyre negociatave, respektive gjatë dërgimit të misionarëve, për njërës në palë një tjetërën, nuk ishin lehta të negociata fare ishin të randa, por arrit marrëveshja, por para se të arrijet marrëveshja, prej të deleguarve që pejgamberi e që ndërlidhet me temën tonë këtu, prej të dërguarve të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dërgoj, ishte edhe Osmani radiallahu anhu. Ku fillimisht e tha Omerit, do të më shku ti Omer atje, sepse të gjithë të tjerë dështuan, nuk po i besojnë me kaset, shko ti. Omeri tha Rasulullah, unë shkoj, nuk është probleme me sile fare, por ti e din që mua me kaset më kanë shibe në sy. Andaj, unë të shka propozu që me dërgu Osmanin ven meje. Nga se Osman është me i but, është me i respektuar, se sa unë në Mekë, Osmanin tonë respektojnë, mu jo. Dhe pejgamberit ju mësh me anja. Andaj dërgoj Osmanin radiallahu anhu në Mekë. Osmani shkoj në Mekë, filloj me Abu Sufjanin, i cili ishte kreu, kërëplaki i kurejshitëve, dhe kërërët e tjerë me i bindin një nga një mi folë, o ju njerës, ju më njëhni mua, ndeje, këndeje,
Ne nuk kemi ardhur për luftë, nuk duam luftë, njerëz na kanë ardhur thjesht me bë umrë dhe më kthy. Çka i pengon juve? Asgjë si pengon e tjerë. Se do që të jetë, se duket Osmani në rriti me i bind kur i shetet, se synimi pejgamberit është i pastër. Ata, por të njëjtën kohë qëndrimi tyne ishte i prerë, nuk bën me ardhë Mekë. A nëpse ne po të besojmë ty, për prapë se prapë Mekë nuk bën me hy. Muhamedi ja, të ndash me bë tavafin, ja ko qabja, shko të sëllë bë tavaf, edhe këthau, ama Muhamedi ja, këthau Allah i kur për jetë, nuk bëjnë tavaf, pa bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thuhet, se Osmani radiallahu anhu gjatë qëndrimit ty në Mekë, u takua me disa musliman të cilët e mbanin islamin pshef në Mekë. Dhe i përgëzej ata se së shpejti na me hy po me emër Zotit ati kofshin falë, shumë shpejt. E pastaj këtu premtimet e Osmanit dhe këtu biseda e përgëzime dhe biseda të Osmanit me disa musliman që ruanin e pshef në islamin në Mekë, i arritën në vesh krerën në kasë dhe e burgosën Osmanin lidhen. E thuhet se shkaku i lidhjes burgosjes Osmanit është fakti që ai refuzoi bë tavafin pa bë pejgamberi, ata hidhruan dhe e lidhen. E rëndësishme është që ata e burgosën pavarësisht faktit pse. Por nuk ka problemi që e lidhen, që e burgosën, por problemi është se përhap lajmi se Osmanin kanë vrarë. Dhe i rrë lajmi në Hudejbije të prit pejgamberin për rifrit të Mekës me shokët e vetë, të i prit haberin, lajmet e Osmanit, që negociatat ku pa arrin, i rrë lajmi Osmani jo që nuk ka bë kur gjë, nuk ka arrit me i bin, por Osmani kanë vra. E atëherë kjo ishte kulminacioni, pejgamberi ishte një pemë, dhe tha, kush mëzatohet tani se nuk do të kthehemi pa marrë hak për Osmanit. E Omeri thëto ju njerës, besën me dhanë të pejgamberi atje dhe ranë, sahabët, të gjithë ata 1500 veta sa ishin, e thuhet 1400 dhe thuhet edhe ndryshe, pa ato ishte numri diku. Ranë një nga një shkuan dhe ja dha dorën pejgamberin në atë pemë, përpos njërit i cili ishte mshef që atje i shkret të tot kaj, e kemi cekë edhe atë më herët. Thuhet se ka qenë musliman, por është tut, se këtu ka qenë kulmi i sinceritetit të sahabëve, i vendosmërisë e tyre për të vdekur për Osmanin të gjithë. Pa marrë hakun Osmanit nuk kanë me ardhë, e thuhet se është për qëllim, edhe ja kanë me shku me vizitu qabën, ja kanë me vdek të gjithë deri në fat. Pra ja dhanë besën pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Allahu pa thot këtu, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara. Allahu u knaq. Allahu shpreh knaqësi, arazi ndaj atyre të cilët të zotohen ty, të hapin ty besën nën këtë pemë. Kjo pemë, kjo beslidhje quhet beslidhja e pemë, sepse bënën këtë pemë, u quhet beslidhja bej'atur ridvan, beslidhja e knaqësisë, sepse fituan knaqësinë e Zotit. U quajtur edhe bej'atur ridvan, pra beslidhja e knaqësisë, e razisë, beslidhja e Hudejbijës, nga se ja dhanë besën ata burra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këta sahabë, pa kaluar edhe pak para se të kalojmë të komente e ajetit, fjalëve tjera të Allahut azza wa jall, këta sahabë të cilët ja dhanë besën pejgamberit këto, u konsideruan, për Allahu këtu shprehi kënaqësi. Ndaj atij që Zoti është razi kënaqësi, ai është i privilegjuar. Dhurata më e madhe Zotit për robën është Zoti me kanë kënaqur me të. Sepse ai njeri i cili e fiton kënaqësinë e Zotit. Për të më ndodh çka ndodh në dynja, as si mirë vesh për si vallah kuç. Dhe në ahiret më aja ka lehtë deri në xhenet. S'ka pengesa për te. Nga se Zoti është i kënaqur me te. Allahu cek edhe shumë të mira tjera që dha këty në burrave.
u ndërqej fytyrat këtë dynja, i ngriti shumë lartë Allahun këtë dynja, e gjithsesi edhe në ahiret. Këta sahabë u konsideruan me pas, prej sahabëve më të mëdhej pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kështu që nëse ne duam ta dimë, veç këtu njohuritë me ditë jo, janë njohuritë për gjithshme. Të cilët janë sahabët më të mëdhej? Sahabët kanë qenë rreth 120.000 parafrasisht, pak më shumë, pak më pak. Atë sillet diku. 120.000, 110.000, 125.000, variante të ndryshme të historianëve. Por nëse thonë 120.000, aty diku rreth saktë ke. Por ta nuk e njëjtë. Cilët janë sahabët më të ngritur? Janë 4 khulafa rashidin. Simbas shumicës absolute të ehli sunetit dhe xhamatit, 4 khulafa rashidin, simbas renditjes së tyre. Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali. Pastaj vijnë 10 të përgëzuarit për xhenet. Ashrun Beshirine bil Janna. 2. Në 3 vijnë ashabu Bedr, 313 apo 314 në bazë rivajeteve, të cilët morën pjesë në Bedr. Ata janë nalt krejt. Pastaj vijnë ata që kanë marrë pjesë në Uhud, 4. Dhe në 5 vijnë këta sahabët që kanë marrë pjesë këto në beslidhjen e Hudejbis apo beslidhjen e Pehmes, Bejatur Ridwan. E që 1400 veta, apo pak më shumë, apo pak më pak. Pra, 4 khulafa rashidin, 10 përgëzuarët për xhenet, e që 4 khulafat janë prej tyne, ashabë Bedr, ata sahabë që morën pjesë në Bedr, sahabë që morën pjesë në Uhud, sahabë që morën pjesë në Hudejbi. Për krejt këta, është garantuar xheneti. Ky ajet kuranor mjafton për ta, lavdërim. Mjafton për ta lavdërim nga i madhi Zot te bareke ve teala. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La yadkhulu an-nar insha Allah min ashabi shajarati ahadun alladhina bayu tahtaha. Asnjë, hadith është në Muslim, asnjë njeri nga ata që e dhanë besën pejgamberit në natë pemë, nuk kanë për të hyrë në xhehenem inshallah. Asnjë, që i bie kanë në xhenet. Kjo inshallah, kanë thonë ulemat në koment hadithet këto, nuk është inshallah me dyshim kur themi ne muslimanë inshallah hin xhenet, nuk kemi të sigurt. Dyshoj, se dina në është në xhenet ajo. Shpresojmë, por sigurt nuk e dim. Këtu jo, këto është inshallah për bereqet. Të është për bereqet. Për ndryshe, qat'an në mënyrë të prejmë, këta sahabë nuk kanë për të hyrë asnjë prej tyre në xhehenem me emrin Allahut azza wa jall. Dhe argumente tjera që tregojnë për vlerën e madhe të këtyre borrave të mëdhej. Këta dhanë provimin. Pra Allah i nderoi shumë ta njerëz, i ngriti shumë, sepse u kënaqën ndaj tyre. Përgëzimet të Zotit për ta janë të shumta dhe tash cek Allahu në vazhdim dhe flasim për to. Thot Allahu në vazhdim: Fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alayhim wa athabahum fatan qariba. Mirësitë e Allahut ndaj tyre sahabëve, pra e para ishte kënaqësia e Zotit ndaj tyre. Tamam, veç e presin e xhelin, edhe drejt në xhenet. Shkon në xhenet. Pse? Fa'alima ma fi qulubihim, sepse Zoti e ditë çka kanë në zemrat e tyre. U a lexoj, u a kuptoj, u a pa zemrat e tyre, çfarë sinqeriteti kishin, çfarë imani kishin, çfarë gatishmërie kishin për të vdekur, për të sakrifikuar, për të bërë krejt çfarë kërkohet prej tyre në rrugën e Allahut azza wa jall. Për sabrin e tyre, për durimin e tyre, për sakrificën e tyre, etj. Fa anzala sakinata alayhim, dhe si rrjedhoi e këtij sinqeriteti,
kësaj besnikërie, kësaj gatishmërie, këtij imanit lartë që kishin, Allahu zbritin në ta, es-sekine, është qetësi, është rahati në zemrat e tyre. S'ka frikë, s'ka stres. Janë qetë ata. S'qënë pesh më numre i madhe i armiqve. Nuk qënë pesh më aftofta në zeta. A janë të lëthta, s'janë të lëthta. A janë qytetin e vetë, shtëpinë e vetë, a janë rrugën të rrëthuar, a janë... S'qënë pesh më heqë. Sepse Allahu, kur lëshën mbi dikend, kur zbret mbi dikend, es-sekine, është një qetësi, është një pushim shpirtëror, sa që për të sekine kemi folë, kur kemi folë për Hudejbine, për Uhudin, për Hunenin, jo Hudejbin, për Hunenin surën Taube dhe shumë herë kemi cekur. Sekine është kur Allahu ja çon dikujt një kënaqësi, një qetësi, një rahati, kur ton njerëzit ndoshta dridhen, nuk dinë, nuk mundin me bë dy fjalë, pe stresit, pe frigës, pe të mirët, ata qetë. Lafë se bajnë. Heqë që lafë se bajnë. Sepse Allahu va ka qetësuar zemrat e tyre. Madje është thënë se sekine është ushtria e Zotit që zbret Allahu mbi muslimanët në rastet e veçanta kur ata kanë nevojë për ndihmën e të madhe të Allahut azza wa jall. Që zbritin Bedër atje, e në hëp ma vone, në Hunein atje ma vone, pasu të rheqen të ma vone kështu me ra. Edhe këto Allahu u qe aty në sekine. Pra një prejhje, një qetësi të shpirtit, u e thabe në fetën kariba dhe i shpërbleu Zoti sevap, i shpërbleu Zoti me qëllerin të afert. Pra i përgëzaj i madhe Zot, se ju për hir të kësaj gatishmërie të madhe që keni, për hir të kësaj gatishmërie të fortë, për hir të këtij imani, për hir të bindjes së juaj, për t'ju nështruar urdhrat e pejgamberit, kërkesat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu u apremton juve në çlirim të afërt. E që mund të jetë çlirim i afërt, marrëveshja Hudejbis e cila ndodhi pas kësaj besëlidhje, po mund të jetë edhe shtërimi i Hajberit e cila do vijë pak më vonë. Pra edhe i përgëzaj i madhe Allah te bareke ve teala. Wa maganime kathiratan ya'khudhunaha. Dhe plaçk të shumë apo prej e luftës e madhe të cilën do ta marrin këta muslimanë. Pra, o ju musliman, ju nuk shkut në Mekë, sepse Zoti nuk deshti me hyrë në Mekë, ama provimin e dhatë. Dhe përpas që Zoti ju shpërblej juve dhe ju ngriti shumë lartë nga se shprehi kënaqësi, shfaqe kënaqësi ndaj jush, ai edhe nga ana materiale kishte, nga ana shpirtërore, por edhe nga ana materiale Allahu ka më çu juve plaçk prej luftës, të cilën do ta merrni prej shumë të cilën do ta merrni ju muslimanët. E që është fjala për shlerimin e Hajberit, i cili do të vijë pak më vonë, pra pak kohë pas kësaj marrëveshje. Wa kana Allahu azizan hakima. Vërtet Allahu është i pamposhtur, i plot fuqishëm. Çka do të bën? Nuk mundet Allahu, s'ka kush që mund Zotin. Çka do të bën? Hakim është i urtë në veprimet e tij. Pra fakti që ju në këtë Mekë ka urtësi, fakti që ju bët një marrëveshje, ka urtësi, fakti që Allahu azza wa jall nuk i la me kaset një luftu juve, po nuk i la dhe me kaset një lan ju me hyrë në Mekë, edhe këtu ka urtësi, sepse Allah është hakim, ai është i urtë, te bareke wa taala. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. Dhe prape përsërit i madhe Zot, dhe ju do të merrni plaçka të shumta të tjera përpas kësaj të Hajberit, e cila është enkas për juve. Fa'ajjala lakum hadhihi, këte u apërshpejtë juve, ndërsa të tjerat u alëmë vonë juve. Këte, ose është për qëllim marrëveshjen e Hudejbis,
ose është për qëllim shlirimin e Khajberit, respektivisht marrën e plaçkave të Khajberit që kanë marrë musliman plaçka të mëdha në Khajber, sepse Khajberi ka qenë plot e përplot me të mirat të Zotit, bakti, drithra, vëneshta të rrushit, hurmeve, shumë fryte, tokë, shumë pjellore. Pra, këtu i mërni ju tani, që shtet Mujahidi dhe gjumhuri ulemave, ndërsa të tjerat, këtu a përshpejton Zotë të tjerat, u alen me vonë Allahu i madhruar. Të tjerat alen me vonë, shlirimin e Mekës, për dhe shumë të mira tjera e vinë njëra pas tjetërës. Të mira të Zotit dhe vazhdojnë me ju e ju musliman, dhe e vetë me ju e sahabë, për dhe me të tjerë që ndjekën rrugën e juaj. Wa kafa aydien nasi ankum. Kjo është mirësi tjetër tani. Po edhe Allahu i mbrojti njerëzit, është fjala për Mekasit, nuk e la me ju bë juve dëm. Edhe përfundoj krejt kulltim pa gjak. Litekune ajeten lil mu'minin, o litekune ajeten lil mu'minin. Krejt këto që të cekën më lartë, në i bëri Allah në mënyrë që kjo të jetë argument shenjë për besimtarët. Shenjë për besimtarët se pejgamberi është hak, se premtimi është hak, dhe se Allah është me besimtarët, edhe se Allahu nuk i një zhgënjen muslimanët, wahdiyakum siratan mustaqima, dhe që Allahu ju vëzë juve në rrugë të vërtet, në tarikën mustaqim. Wa ukhra, po edhe plaçka të tjera. Lem taqdiru alejha, qad ahata Allahu biha, po edhe plaçka dhe të mira të tjera, që nuk e keni ndorë, nuk mund të arrini ato, por Allah i ka ndorë ato. Dhe të tjera, kjo të tjera, kanë thënë ulemat, mund të jetë për qëllim plaçkën e Khajberit, plaçkën apo të mirat të cilët e kanë marrë në Khajber që vije pas e marrëveshje. Mund të jetë për qëllim çlirimin e Mekës, i cili ka ardhur më vonë. Mund të jetë për qëllim rënja e perandorisë persiane dhe bizantine, e që ke kanë ndodhur. Mund të jetë për qëllim çdo qytet dhe çdo fshat që se keni ndorë, por e ka Allah ndorë, dhe cili me kohë do të bie duar të muslimanëve dhe do të shtohet, do të rritet, do të forcohet shteti islam. Të gjitha këto janë transmetuar nga ulemat e sahabëve dhe të gjeneratave të para. Këto mendime. Wa kana Allahu ala kulli shay'in qadir, krejt kjo sepse Allahu është i vetëfuqishëm ndaj çdo gjëje. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. Pja përkujton Allah apo pja përmend një mirësi sahabëve që morën pjesë në Hudebi. Po edhe sikur të luftonin Mekasit kundër jush, ato përgatiten me luftu? Po. Do lënë jashtë Mekës me luftu kundër muslimanëve? Po. Po edhe sikur të luftonin kundër juve, do të zbrapsesin. Allahu do të kishte zbrapsa ata. Do t'i kishte mund ata dhe do t'i kishte ngadhnye Zoti juve përballë atyre jo muslimanëve. Thumma la yajiduna waliyan wala nasira, dhe pastaj nuk do të kishin gjetur dikën që i ndihmon apo i ngadhjen ata. Pra po të kishin luftuar, do të kishin humbur ata. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Kjo është ligji i Zotit që ka qenë edhe më herët. Walen tajida li sunnatillahi tabdila, dhe nuk gjejnë ndryshim në ligjin e Zotit. Kjo është ligji i Zotit, që thot Ibn Kathiri, kjo është ligj i Zotit, që sa herë që ndeshet imani dhe kufri në ndonjë vend, Allahu ka për të ndihmuar imanin, për të pështruar kufrin. Ka për të ngëllënyer ehlul iman besimtarët dhe ka për të pështruar e nënçmuar jo besimtarët. Ka për të ngritur fjalën la ilaha illallah dhe ka për të mposhtur shirkun.
وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Një gjë e tillë është e pandryshuar të Zotit. Ky është ligji i Zotit me vlijat e tina, përballë armiqve të tij. Pra Allah është me besimtarët. Përderisa janë në rrugën e Allahut. Për ata Allahu ka thënë në suratul Mujadala, kataba Allahu la aglibanna ana wa rasuli. Allah e ka shënuar, ka caktuar, kam për të ngadhnyer unë dhe pejgamberët e mi. Për ata pejgamberët e Allahut kanë ngadhnyer gjithmonë. Dhe ka thënë Allahu: Ja eyyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum. O ju musliman, nëse ju e ngadhnjeni Allahun, ju ngadhnjeni ju Allahu. Përderisa jeni vlijat Allahut, në rrugën e Allahut, e synoni kënaqësinë e Zotit si musliman, Allah ka më ngadhni juve. Dhe ka thënë Allahu: "Wala yansurunna Allahu man yansuru." Allahu ka për ta ngadhnyer atë që e ngadhnjen Allahun Azza wa Jall, që në dinë Allah të parë. Kështu që gjithmonë muslimanët, kur i plotësojnë kushtet, e të qenërit të tyre tamam e vlijat Allahut, në rrugën e Allahut, për të ngritur lart fjalën e Allahut, e jo për nefsin e vet, ka për të ngadhnyer i madh. Sepse premtimi i Zotit përballë dëshmanëve të Allahut. Por, edhe nëse ndodh që muslimanët të pësojnë ndonjë disfat, siç ka ndodhur në Uhud. Sepse në Uhud pësuan disfat, në Bedër i ndihmoi Allah muslimanëve. 313.000 i ndihmoi muslimanëve. Por në Uhud hopën muslimanët. Fillimisht fituan, por pastaj humbën. Ajo, ose për të qenë ligjet e Zotit, për të qenë herandej, herkëndej, sepse po të fitojnë gjithë musliman, atër bindën jo musliman, se nuk ka betej që mundër musliman, dhe së të tillë s'kanë qa me luftu, atër bohë musliman krejt. E jo, Zotë do milion sprova njerëzit. Pra me qenë që është e herata. Ose, për ndonjësh defekt që e bëjnë muslimanët. Se kurse në Uhud. Në Uhud, sahabët e bën një lëshim të vogël, që kushtoi shumë. Nga se fillimisht, kur pejgamberi tha sahabëve, unë mendoj që ne nuk dalëm jashtë qytetit Medinës, mu ballafaqu me Kurishëtet, pasi që morrëm se ata janë nis, dita ditës pritet me mrrini me Medinë, do të përgatit. Tha ne po përgatitum, pinxojna rrugët, sakaket, rrugicat e Medinës përballë në hymje, ndërsa gratë që esim lartë edhe pleqt mbi shtëpia dhe ata me drona, me gure kryjnë punë bëllë, nëse veç dëpërtojnë u futna për mrena për sakaqë. Ata thanë jo, në veçantë ata të cilët nuk ishin marrë pjesë në Bedër. Kishte me të marrë madhe marrë pjesë në Bedër, andaj thanë ja, burrat e kanë u taku për para ballën ballë. Po, ane. Edhe hyrim rana në shpinë e vetë, e veshi këmishën, e hekur, edhe doli, e kur hyri, Omeri tha, pasha Zotin, po më do këtë pejgamberin e hidhrut, të mirët na të mirët. E kur doli pejgamberët e tha një Resulullah, pse tham na ashtu ti prap që dushtin, nëse ti don me prit ata në Medinë e presëm, tha, nuk e takon asnjë pejgamberi kur ta vesh këmishën e hekurit me deshma. Pra, pejgamberi nëse përgatitet për luftë nuk kthehet mrapa, thak përpara. Dhe ju kushtoj masandeja që në betë, në Uhud. Por në përgjithësi, këto e ligjet e Zotit, andaj këtë që për themi, kryen punë, po është përgjigje edhe për kohën e tashme, ku njerëzit shumë herë thonë pse Allah nuk i ndihmon muslimanëve, sepse muslimanët nuk janë duke ngallënyer dinin e Zotit tamam. Sepse muslimanët nuk janë evlijat Allahut në kuptimin e plotë të evlija Allahut. Por i në Ramon, dhe se këtu e në ligjet të Zotit, me ispravu Allahu të bareke wa ta'ala. Me ispravu njerëzit. Në ligjet Allahut
te bareke ve taala. Tani vazhdojmë shkojmë se kemi edhe jetën e fundit. Thot Allahu azza wa jall huwa alladhi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Mekkah. Allahu është ai i cili nuk i la ata me i luftu juve dhe nuk i la juve me dërgjakën e tyre. Rahmetit madhit Allah. Allahu nuk i la me kasë. Pra i mbrojti juve në Mekë, respektivisht në Hudejbin, rreth Mekës. Nuk i la Zoti juve, ju mbrojti nga duart e Kureshitëve, pra nga duart e fjala, nga shpatat e tyre, nga derdhja e gjakut. Nuk i la ata me i luftu juve. Por edhe juve nuk i la me i luftu ata. Edhe ata i mbrojti për juve. E ne si transmeton, thot, hadithën Imam Ahmed në Muslim dhe të tjerë, se përderisa muslimanët ishin në Hudejbije, diku rreth 80 kalorës, dolën nga Meka në drejtim të Tanim. Tanim është ku është xhamia e Aishës tani, ku nga aty edhe i vishin ihramat, ata që dojnë me dalë për Mekës me bo umrën. Nga Tanimi dolën dhe arritën në Hudejbi, tu përpjek me shku me nxanë befa se muslimant e me i sulmu. Por Allahu deshi dhe muslimant i nxënën në rob krejt ata 80 veta. E pejgamberi i liraj që të gjithë, e Allah po përmend këtu, dhe i mbrojti ata nga ju, nuk i la ata ju me marë rob. Pra, nuk deshte Zoti më derë gjak, as ju më derë gjakin e tyre, e as ata më derë gjakin e juaj. Ishte rahmet i të madhe dhe Zot për musliman dhe ju musliman, për hir të venit të shenjtë të Mekës, ku Allahu nuk lejoj që të derdhë gjakun në shtëpinë e tij apo rreth shtëpisë së tij të shenjtë, anë pse muslimanët ishin hak, anë pse ata ishin të tjerët armiq pagan, armiq të Allahut, por prapse rahmet ndaj tyre, Allahu nuk lej më derdhë gjaku i tyre, dhe i bëre Allahu sjellje, Allahu i bëre kaderin e tina që të arrijnë në marrëveshje. Ba'da an adhfarakum alejhim, pasi që Zoti u asolli në dorë juve ata, pra që ata 80 u asolli në dorë që i kap të rob ata. Por prapse Zoti nuk i la i që ju të zëni rob, apo që të vritni, por tha lironi, dhe ata shpëtuan për jush, edhe ju shpëtuan për tyre. Wa kana Allah bima ta'maluna basira. Vërtet Zoti e shef dhe din atë që ka veprani, që ka punoni, edhe ju musliman, edhe ju musliman, andaj edhe bën që ka dënë, vepron që ka dënë, te bareke ve taala, as që nuk i këtë madhe të Allah, dhe kjo që ndodhi, ishte me urtësinë e madhe të Zot te bareke ve taala, që të vijet deri te kjo marrëveshje, që është quajtur marrëveshja e Hudejbijës, kjo beslidhje, e pastaj pejgamberi urdhëroi, që kemi cekë edhe më herët, që të lirohen nga ihramat, të therrën shtas kurbanat dhe të kthehen për në Medinë, dhe u kthyen për Medinë, dhe rrugët e kthyer për në Medinë, zbriti kjo sure bekuar dhe këto ajete të bekuara, ku Allahu ta shpjatësoi këtu mirësia aty në sahabëve, dhe ata pëgjojnë vetën tash pranë këtyre ajeteve kuranore, la ilaha illallah, dhe premtimeve të cilat po u jap i madh Zot te bareke ve taala. Allahu të qoftë i kënaqur edhe me ne, ja Rabbel Alamin, e na bëft të ndjekim rrugën atyre sahabëve, sa të jemi në dynjat, e takohemi, të bashkohemi me ta, kur dalëm para Zotit në heret, Allahumma amin, Zoti di më së miri, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.